Ato lundrojnë nëpër oqeanet e botës duke sjellë naftën ruse në tregun ndërkombëtar, por edhe duke mbushur fshehurazi fondin e luftës së Rusisë për agresionin në Ukrainë. Këto janë tanket fantazm në të ashtu quajturën flotë në hije të Vladimir Putinit. Anjet pjesërisht të rënuara kanë qenë prej kohësh një gjemb në këmbë për Bashkimin Evropian. Jo vetëm që sundimtari i Kremlinit po i përdor ato për ta anashkaluar në mënyrë shumë efektive sanksionet e vendosura, por kohët e fundit cisternat me sa duket janë përdorur edhe si platforma nisjeje për fluturime spionazhi me dronë në rajonin e Detit Baltik. Prandaj Bashkimi Evropian po harton një plan sekret të diskutueshëm si një strategji mbrojtëse. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, po nxit masa më të ashpra kundër të ashtu quajturës flotë në hije të Rusisë, e cila përdoret për të anashkaluar sanksionet ndërkombëtare të naftës. Sipas një dokumenti pune për takimin e ministrave të jashtëm që mbahet në Luksemburg, madhësia e kësaj flote tani vlerësohet midis 600 dhe 1400 cisterna. Këto anije jo vetëm që kontribuojnë në ekonominë luftarake ruse, por gjithashtu përbëjnë një kërcënim të rëndësishëm për mjedisin dhe sigurinë e transportit detar. Paralajmërojnë ekspertët e përfaqësuese së lartë të BE-s për punët e jashtme dhe politikën e sigurisë në dokumentin e siguruar nga Agjencia Gjermane e Shtypit. Aksidentet mund të shkaktojnë derdhje nafte dhe ndotje të tjera detare me pasoja shkatruese për zonat bregdetare, ekosistemet dhe peshkimin. Meqense shumë nga anijet në flotën në hije të Rusisë kanë strukturat paqarta pronësie dhe sipas ekspertëve janë të pasiguruara ose të siguruara në mënyrë të pamjaftueshme, taksa paguesit në shtetet bregdetare ka të ngjartë duhet të mbulojnë dëmet në rast të një aksidenti. Për BE-n kjo është një arsye tjetër për të zbatuar sanksionet e saj. Për vite me radhë Moska ka përdorur flotën e saj në hije për të anashkaluar një kufizim çmimesh për naftën ruse të vendosur nga mbështetësit perëndimor të Ukrainës. Për këtë qëllim ajo merr me qira kryesisht anije të vjetruara me struktura pronësie të vështira për të transkriptuar dhe përdor metoda të ndryshme për të fshehur origjinën e ngarkesave të naftës. Veçanërisht shqetësues është paralajmërimi për përdorimin e mundshëm ushtarak të flotës në hije. Ekspertët kanë frikë se anijet mund të përdoren si platforma për lëshimin e dronëve për bllokim ose sulme spionazhi. Ky dyshim lindi edhe pas pamjeve misterioze të dronëve në Danimark, të cilat quhen në kufizime të konsiderueshme të trafikut ajror, veçanërisht në Kopenhagen. Për ta vënë problemin në kontroll dhe për ta dobësuar më tej ekonominë e Rusisë, Kallas tani po propozon jo vetëm marrjen e masave më të ashpra kundër anijeve dhe kompanive të transportit detar të përfshira, por edhe bashkëpunimin më intensiv me shtetet bregdetare dhe ato vende nën flamujt e të cilave janë regjistruar anijet. Idealisht këto shtete duhet të japin pëlqimin e tyre që anijet të inspektohen nga forcat detare të vendeve të BE-s, që nga qershori 2025 3 misione detare të BE-s janë ngarkuar me monitorimin e flotës në hije dhe mbledhjen e inteligjencës rreth saj. Kjo përfshin një operacion i cili në fakt synon kryesisht të ndihmojë në mbrojtjen e anijeve tregtare në detin e Kuq nga sulmet e milicisë Houthi të Yemenit. Gjithashtu në mision është përfshirë dhe Bundeswehri gjerman. Plani është të rritet numri i anijeve të prekura nga ndalimet portuale dhe masat ndëshkuese si pjesë e paketës së 19 të sanksioneve BE-Rusi në luftën e Ukrainës nga 444 që është aktualisht në 562. Në takimin e ministrave të jashtëm të BE-s në Luksemburg të hënën, Kallas se shpresonte që një marrëveshje mbi paketën e 19 të sanksioneve të mund të arrijej në një takim të krerëve të shteteve dhe qeverive të Bashkimit Evropian këtë javë.